Në prag të festës së Fitër Bajramit, Muftiu i Kërçovës, Kamil Rushiti, ka përcjell mesazhin e tij të urimit për të gjithë besimtarët musliman. Të nderuar besimtar, vëllezër e motra, pasi jemi në prag të festës së madhe të Fitër Bajramit, shfrytëzoj nga rasti dhe kam kënaqësinë që gjithë juve t'ju uroj këtë festë të madhe, duke lutur Allahun e madhruar për paqe, shëndet, mirësi, begati në familjet tuaja, normalisht duke lutur Allahun që edhe adhurimet që i kemi bërë brenda muajit të shenjtë të Ramazanit, Allahu të i pranojë, nga se festa e Fitër Bajramit përveç se është festë, është edhe një ditë e shpërblimeve të madhe, ashtu si që çdo punëtor pas përfundimit të një angazhimi për shpërblimin nga ana e pronarit, edhe ne si besimtar pas një përfundimit të këtij muaji me angazhim, me agjerim, me adhurime të ndryshme, padyshim që presim shpërblimin e Allahut të madhruar, e s'do mend që shpërblimi i Zotit është afër besimtarëve. Andaj edhe një herë unë shfrytëzoj nga rasti që Zoti të lusë Allahun e madhruar të pranojnë adhurimet tona, edhe t'ju uroj këtë festë të madhe duke lutur Zotin për shëndet dhe mirësi të pakufishme. Ai po ashtu njoftoi edhe për kohën e faljes së sabahut dhe Bajramit. Po, namazi i Bajramit do të thotë falet nesër, data 20, ora e namazit të sabahut është 5 minuta, kurse namazi i Fitër Bajramit do të jetë në ora 6:20.